Mirë, kemi ndjekur sugjerimet nga leximtari, të cilin e falenderojmë si për herë për kontributin dhe për shtysën që na jep vazhdimisht për të lexuar libra të mirë dhe që na lën kujtime të bukura dhe shije të këndshme. Ndërkohë po ashtu falenderojmë Cineplexin për filmat e mirë si gjithmonë edhe për Kokoshka që zakonisht I përfundon e goni. Na e keni shëndoshur kolegun. E ke bënë edhe ti, kam shtuar çik bark. Dhe jo vetëm Cineplexit, por edhe Bonos, faleminderit që na ëmbëlson her pas here kur na bie sheri. Sa po të prezantojmë të ftuarit që kemi tani, do shpërndajmë edhe bonot, por shpejt se mezi po pres. Që të shtohen prapë. Jo, që të ha bono, po. Okay. Jo, mendova që të shtojmë bonot prapë. Pra, po pse do t'i shtojmë bonot? Po sepse me ne në kinotekë është Julian Kazazi, që është prestigiator dhe me gjasa edhe mund të na shtojë në një gjë këtu në tavolinë. S'dihet edhe mund të ndodh. Dhe ati I pëlqen të prezantohet si Arjan Korçari. Shu po e prezantojmë edhe ne. Shpresoj t'ju pëlqej dëgjuesve, kupton. Ma do mendja që po, s'kam dyshime për këtë. Po pa dyshim. Korça është mbiemri im I dytë, do thoja, se I pari është Dreva, si. Gjithsesi. Do thesh një dhe, është. Po do thosh një prej lajmeve se mos e thoshja. Mirë, po ta bëjmë çik edhe për të gjithë ata që na ndjekin, Julian Kazazi është edhe presidenti I Sindikatës të artistëve të kulturës. Gjithashtu prestigiator, si tha Viola dhe Arjan Dreda. Ose mund të ishte edhe prestigiator. Ose edhe tani na shkruani në komente. Si është prestigiator apo prestigiator? Se po bënim dhe debat. Unë mendoj që është prestigiator, e shpreh. Por unë vlerësoj faktin që ti mund të dalësh kundër 7 njerëzve që janë këtu. Po, shpirti I kundërshtimit ka rëndësi. Tani, unë them që me që jemi 4 veta këtu edhe 4 bono aty, ti shpërndajmë. Edhe me që se jemi në ditën e fundit vitit, si thoni juve, apo ja? Ta nisur një pari. Nise, me këmbën mbar. Po, cilën do? Të kuqe. Jo, lila, pas ka lila. Të këtu. Ma vin, po. Qa kisha vën syrin. Me am të dy s'kam problem. Juli. Sharing is caring. Juli, këtë do ti? Okay. Ase Juli me zanatin e vetë bën çan gjë të doja. Ne jemi të shtëpis, ne ham çan mbetet. Ja, sa keq, po tash po do ndajmë për gjysmë këto, se vrim atë. Mirë, unë këtë që më mbetet edhe gjysmën asaj tënde. Aha, bravo. Ti që ke kështu domethënë. Am tënden të dy në ekipin vet. Po si keni qenë? Mirë, shqyqyr, jeni lodhur një çik. Ta falenderojmë këtë bonon edhe një herë. Do të hap. Unë do me çokoladë. Ti me çake? Urdhëro. Ja, s'kam erdhi prap. Ça mirësi e Marian. Si e bëri? E bëri edhe që mos dallohet. Okej, shumë mirë. Unë spërtoj ta hap se s'kam edhe komplekse kur vjen puna tek kam me çokoladë, ma bëni çik me recetë. Si ju ka gjetur ky fund dhjetori? Jeni lodhur me punë, me angazhime, me gjëra? Po shikoj, zakonisht këtë pyetje ma bëjnë gjithmonë në fund vit, domethënë. S'kishte ndonjë pyetje tjetër, domethënë po të pëlqen këtu apo po fund viti, po gjithmonë po punon. Po të dim ai edhe ti, ndjesh edhe ti si ne, I lodhur, I rrezikapitur. Jo, unë përkundrazi unë erdha këtu tani dhe do marr ato energjitë mia pozitive se ju jeni një staf e para e punës, dua t'ju falenderoj një herë për një mikpritje kështu super dhe I ftoj gjithë artistët të mbajnë radhën aty për podcastin me juve. Një super ambient, një super staff, nuk e di domethënë. Kaq të mirë jeni juve Korçarë gjitho. Unë jam I sigurt që jam I mirë, sepse ta kam thënë dhe në backstage atë punën e 2 jetëve që ka njeriu dhe mos më pyet kur fillon jeta. Jeta e dytë fillon kur kuptojnë që ke vetëm një. Nëse do të pyesë që ta dinë dhe ata që na dëgjojnë se është punë e 2 jetëve domethënë. Kjo është domethënë që ti jeton, ja këtë që po themi, domethënë jemi lodhur si jemi lodhur. Jeton dhe ti të ikën koha pa kuptuar, dhe në moment thua ti, po tërë më thua, që po bëj, thua? Edhe pastaj fillon jetë e dytë. Jetë e dytë është kur kuptojnë që ke vetëm një. Pra, ti një jetë ke, u lodha, po puno, sa të punosh, kur s'do të punosh, mos puno dhe kaq. O Jul, po, ka nisur jeta e dytë për ty? Apo akoma? Pa diskutim që po, duke qenë se... Si qesh Juli, se di që edhe po mos nisi e bom vete. Jo, vetë artistët të paktën një pjesë e mirë e artistëve që janë për institucionet tona të artit kulturës më kanë vot besuar për t'i përfaqësuar, kështu që normalisht ky është një angazhim dhe një përgjegjësi e madhe për t'i përfaqësuar ata, por që dhe për t'i kthyer dinjitetin të paktën të munguar disa prej tyre të paktën në këtë jetën tonë artistike me problematika që her pas here ndeshemi në përditshmëri. Si fund viti ky është lajm I mirë atë. Pa diskutim. Është gjë e mirë. Po e mbyllim mirë vitin, po e mbyllim mbar. Pa diskutim me sfida të reja.
Çfarë prisni 2026-ën? Se para shumë edhe folëm edhe problematikat që ka arti edhe që s'marrojnë kur, po. Normalisht një nga gjërat për cilët ne presim dhe mirë presim është statusi i artistit. Ajo është një nga gjërat për cilën i ka munguar sot artistëve. Statusi i artistit është një mbrojtje dhe është një dinjitet për secilin nga artist që punon në institucionet tona të artit, por dhe ato artistë të pavarur për të cilën kërkon një dinjitet edhe në promovimin apo dhe prezantimin apo dhe një mbështetje nga ana ekonomike e institucioneve tona që janë në Shqipëri. E vërtet. Të shoh që je shumë optimist për këtë, po nuk e di sa do kesh mbështetje. Faktikisht ne kemi një 13 vjet që merrem me këtë. Po jo, edhe 113. Puna është që un jam vetë artist, edhe e gjëja më e keqe që më ka ndodhur shpesh është kur më vjedhin këngën. E këtu nuk kam ku ta... Sa herë ka ndodhur, i ke numëruar? 2-3 herë. 2-3 herë. Po 2-3 herë, edhe domethënë dhe thjesht edhe ai që e ka marrë këngën, ta thot troçë, më pas se bën një tjetër ti. Po çka ke bërë pasi e ke marrë vetë? Unë nga që kam qenë rreth 30 vjet, 35 vjet dhe jam akoma në shtetin ngjitur Elen, ose po doash të themi dhe greqi, se dëgjohet një çik kështu xhaxhiki për shembull. S'ka problem. Elare. Edhe atje është drejtë e autorit që nëse ty të vidhet diçka, ai që e ka bërë këtë domethënë ka penalitete dhe ka penalitete të rënda. Kurse këtu nuk është se ndodh, ose më saktë do të them janë disa njerëz që po kanë ngritur diçka, po që anë ekonomike nuk është në funksion fare, thjesht të treqin një vërejtje si dikur në kohën e xhazit, domethënë ti do të treq pak vërejtje. Ama, shiko, se edhe kësaj pjese dua ti më shoj një çik edhe ta diskutojmë, edhe me Julin, edhe me ty, Arjan. Zakonisht, kur kemi qenë fëmijë që nuk e njihnin botën e televizionit, artit edhe këtë jetën publike, mendonim që njerëzit që dilin nëpër skena, nëpër ekranin televizionesh ishin të pasur, bëheshin të pasur përmes artit të tyre. Ta ka vërtetuar jeta këtë? Unë shiko, si thotë dhe Santi Gjora, unë i pasur. Unë jeti pasur se më vërtet. Ti je me ty dhe i varfër. Dgjoj, po ideja është kështu që unë kam bërë, anë ekonomike kemi thënë drejtën, e kam bërë, po nuk e kam bërë në Shqipëri. Domethënë kam jashtë, po bësh edhe i pasur. Jo, po ti shek këtu, po flasim. Tu pa diskutim, po të mbyllësh 6-7 dasma në sezon, bësh i pasur se nga 1 milion i thosh 10 milion, pastaj edhe duhet kur edhin lekët kemi atë faturën që fiskale. Se prisi kupon të atimorë në dasë? Po, me gjithmonë nuk e di. Po, në momentin që kërcen valla i, ti tu apo që. Po, ballëburideut mos a ofendo, mos a hidh më lek. Puna është në Shqipëri mund të bëhesh i pasur, po jo me art, me aheng. Kurse bota jashtë ka rregulla tjera. Domethënë i ka dhe jashtë ka dhe ahengun, ka dhe po janë gjërat e ndara. Unë për shembull më ka rastisur 30 vjet të punoj në për këto skenat që unë i quaj skena, pavarësisht se këtu i thon buzuqi, s'ka lidhje, buzuk si fjalë është emërtimi i një instrumenti. Kupton? Po normal. Ato janë. Pasarojmë një çik se atëre. Ne të gjithë themi do shkojmë në buzuqi. Po buzuqi është, domethënë si thua ai do vëm kitara. E njëjta gjë është. Buzuku është instrument, kurse këto janë salla të mëdha, ka dhe të vogla pa diskutim, por unë mua më ka rastisur të punoj në këto të mëdha që janë brenda me dhomat e zhveshjes, me dush, me tualet private, domethënë është tjetër gjë, aty bëhet art dhe vlerësohet arti. Dhe aty po mund të bëhesh i pasur. Nëse si themi nga Korça nuk jetë dorë lëshuar, sepse Gjirokastrit dhe çfarë janë? Korçartë të buar se ishin dorë lëshuar. A është e vërtet kjo për korçarët? Shiko, me ata që më ka njohur, më ka ndodhur mua të njoh në jetë. Ti je shumë e zgjuar. Ti je shumë e zgjuar, por unë po të them një diçka që Korçarëve ju ka dalë ai nami cingun. Ti jesh një koqesh do të thotë që je cingun, sepse vetë Korça është formuar para shumë viteve nga tregtar, nga njerëz tregtar. Domethënë që e duan lekun e menaxhojnë. Po pa diskutim, menaxhimi, ne në Korçë themi në koqir. Po ti je një koqir, nuk je cingun. E njëjta gjë, ata Gjirokastrit ishin sikur dorë lëshuari do buan. Ja, vajtë gjë. Po Gjirokastra, sa më lart, bëj sensu mori. Po gjithsesi, mua më pëlqen domethënë dhe që jam 3-4 breza korçar, edhe zakonisht thonë, mos i ky është i ardhur, ky është kurse unë jam i ikur domethënë. Unë qem nga të ikurit. Pa diskutim që nuk do ta ndroja Korçën në Azia, po Korçën se ndrojmë ne që jemi nga vende të tjera, këto ndrosh ti po. Po ideja është nuk ka ngelur asnjë korçar, flas të paktën për brezin tim, nga këta
miqtë e mi të mirë, janë shumë të pakët dhe ku shkoj zakonisht shkoj në Pogrades se më ktheu them. Më vjen gjuna. Gjuna në sensin e mirë, se nuk mund të thuash gjuna, po që siç e thotë edhe kënga, prit një sekondë. Me këngë, ja themi me këngë. Të kam dashur dhe të dua, por ti pse s'më do? Eja pra voglushja ime dhe më thuaj po. Eja pra voglushja ime dhe më thuaj po. Të kam dashur dhe të dua, por ti pse s'më do? Eja pra voglushja ime dhe më thuaj po. Eja pra voglushja ime dhe më thuaj po. Era vezullon, korçën e ndriçon, me kitar dhe mandolinë, ty po të këndoj. Me kitar dhe mandolinë, ty po të këndoj. Era vezullon, korçën e ndriçon, me kitar dhe mandolinë, ty po të këndoj. Kjo ishte. Mund të kishim dëgjuar edhe stroma tjera, Asa bukur. Na e mbushë zemrën. Fiksa ashtu siç duhet të jemi në këtë ditë të fundit të me një korçar, me një tas me gështenja dhe një gotë verë. O Jol, ti nga je me origjinë? Unë nga Tirana. Je Tiranës, po. Mos u mërzit që si korçar. Tani me këtë këngë u mërzita dhe unë që s'jam nga Korça. Po ç'ke ti se të bëju një pasaportizim, kryetari i bashkisë Raqkën e kemi tonë. Të paktën, tani s'kam as fat se u anullua, u pezullua dhe ajo lotaria amerikane. Ja, këtë s'e di. Se këtë kisha menduar, të shkoja në Korçë për të hedhur lotarin. Kam një shok të mirë, po dhe ajo ka ikur në Amerikë. Po që është korçar. Ju çka keni ndonjë traditë kështu interesante për fund vitin, për natën e ndrimit viteve këtu në Tiranë, se ne jemi jabanxhi. Po, jemi gjithë jabanxhi, po. Normalisht Tirana ka zemrën e madhe, kështu që i pret të gjithë festat. Dhe normalisht shumica e tirancëve, një nga traditat që kanë është pjesa e si shumë qytetet e tjera të mëdha të Shqipërisë, pjesën e kalimit të këtyre festave me familjarët, me deri në 12. Deri në 12. Flasim për pastaj. Ore, në mos gaboj, nga mbiemri kam përshtypjen që ti duhet ta kesh lagjen këtu rrotull, diku këtu, në mos gaboj. Do ky pa makinë erdhi, unë erdha me makinë. Është zonë e vjetër. Normalisht Tirana i kanë mbetur disa lagje të vjetra që nuk janë prekur dhe normalisht identiteti, pjesa e këtyre lagjeve të vjetra janë shumë pak tani, sepse normalisht po shikojmë që dita ditës po vetëm po ndërtohet Tirana, po merr një zhvillim tjetër të madh. Dëgjojmë vetëm kulla, por siç folëm dhe Mariani Shpar, mungojnë sallat. Mungojnë sallat e teatrit, është një nga gjërat domethënë që nëpërmjet edhe ti podcasti dohet t'i bëja thirrje këtyre investitorëve për vitin 2026. Për 2026 mendoni të paktën se cilën nga ndërtimet keni një qendër sociale, një sallë teatri për promovimin e trimëve. Ose këta që kanë tulin pak Shirano, si na shmend që çfaq. Jo. Një nga gjërat që kjo vlen edhe për shtëpi, për ne se jabanxhin jemi, e kujtoj edhe një herë edhe. Jo vetëm për sallat, po edhe për gjithçka tjetër. Normalisht ka nevojë. Tirana për ditë më tepër duke u zgjeruar dhe ka nevojë shumë për salla teatri, ka nevojë shumë për salla argëtimi, po edhe qendra sociale, qendra rinore, për të cilën normalisht t'i shkëpusin pak të rinjt nga frekuentimi lokaleve apo fëmijët nga këto këndet e lojën apo nga telefoni, kështu që duhet krijojmë. Duhet patjetër. Ore, se jam kurioz, ti si e ke nisur këtë prestigjatimin? Prestigjatorin. E thave, ta bashkoj nisur përse. E thashë në mesazh, po. Me thënë të drejtën, unë që i vogël duke qenë se cirkun e kam trashëgimi edhe nga Xhaxhai, për cilën është larguar dhe ai në 99 në Greqi. Ja, shkoj të surpriza edhe këtë se tashima dhe këtë. Pse s'ke parë gjë akoma ti? Emrin e ka ndruar se besoj. Ndriçim. Unë ndrova për vim për keq. Ka ndruar. Ndrova emrin? Po bishak, bishak. Nëse emri ju është emri i bukur, nuk është se bie në keq të Arian, është race pastër gjermane. Kraviti atit nerit. Xhaxhai ka qenë një nga artistët e cirkut të numrave të art në Ndriçim Kazazi, për të cilën që të vogël
edhe unë së bashku me babain tim e kam frekuentuar shpesh cirkun, se të vetëm një institucion për të cilën cirku është një art që i mbledh të gjithë grup moshat. Është vetëm art do të thonë që e ka dyert të hapura për gjithë grup moshat, si për fëmijët, për prindrit, por ashtu edhe për gjyshërit. Është vërtet, unë kam sjell çunin der kur ka qenë cirku, pastaj filluan ato që e hoqën në sallën. Unë e sillni atë çunin bashkë me mamin e bashkëshortes edhe kënaqeshim. Pavarësisht atyre pak numrave, sa mund të kishte mundësitë, edhe janë pak të artistët në stilin tuaj, se këngëtarët kanë sa të duash. Ja këtë po theshim çfarë, do të bësh këngëtar. E tha po. Nuk thot njëri më bëj prestigj ato. Normalisht edhe në Shqipëri, domethënë janë të pakët ata të rinj që i futen të mësojnë pjesën numrave të shpejtësisë për shkak sepse mundësia e punësimit të ta kthyer në një profesion që mos ngele vetëm thjesht një pasion edhe të vazhdoj një profesion tjetër, është shumë e vakët. Domethënë në cirkun tonë, domethënë unë që ai vetmi prestigiator që u mesha me numrat e shpejtësisë. Dhe kjo ka qenë pjesa që unë jam marrë me numrat e shpejtësisë, me prestigiatorin. Sepse unë kam filluar karrierën time në cirk si kloun dhe më pas si me pantomimat, derisa më pas që një artist i mirëfillt Juli. O ju pse i kanë aq frikë klounat? Ju bëjnë lidhje me natën e bardhë. Se për zotin edhe unë i kam frikë. Pse? Nuk e di, më duket frikë. Po ja ku e ke përballë, ka gjë për të pasur. Nuk e ka vesur maskën. Jo, normalisht kjo ka të bëjë edhe me mënyrën se si i edukojnë fëmijët. Nëse fëmijët sot nuk e edukojnë me art, po i edukojnë vetëm me këngë lorash apo me gjëra të tjera që nuk e ka prekur që fëmijë kllounin apo ka qenë pjesë të shfaqjeve, normalisht i duket pak. Plus që shumë filma janë bërë pastaj me pjesën e klounave, domethënë ata që i bien pangave me Jokera, me gjëra kështu. Po, si që në ndodhi për janë ca vite që na u vodhë një agjendari nga baba gjyshi. Në vend që të na sjellë dhurata. A mos e ai për mirë e ka bërë? Mori vetë dhurata. Po patjetër. Për mirë. Po mirë, një prestigiator mund të punoj vetëm në cirk. Faktikisht ku mund të punoj se the që është e vështirë të punosh kur ke i çfarë bëni për te cirkut? Atëherë duke qenë se po. Do edhe këtu janë private më shumë më burra, kupton? Nuk ka asnjë gjë tjetër përveç se cirkut, nuk ka asnjë gjë tjetër përveç se cirkut dhe private. Normalisht unë merrem me aktivitete private në për evente ndryshme sepse nuk mund t'ja mohoj dot ardashëve në momentin që kanë dëshirë të më bëjnë pjesë të festës tyre, të argëtimit tyre, edhe pse shumë herë edhe janë penalizuar. Se kam dashur në orën 12 natës të kaloj një festë me një aktivitet ku vit nesme ke puna më shequr rroga. Domethënë budalliqe të tilla që ndodhin vetëm këtu ne, por që si që kjo se domethënë ju që punoni në cirk nuk duhet punoni privat, po themi. Po, e kuptova mirë apo? Po, e kuptove shumë mirë, po duke qenë se mentaliteti një ditë pune kjo marr 500 qenë. Mentaliteti. Bëj dy mishë. Mentaliteti këtu ne. Është na bëre tam. Hajde, unë e hëngra, ju se di pse se keni hapur akoma. Po se di s'ke fajë, po na njohur, këdova do të dytën. I ke filluar shpuar. Ja se da mbush Juli prap. Tash ta apo ti flas çfarë ve? Hape more. Hape më hapi viola. E hapa do gjithmonë. Jo, do. Mos u kurse, jepi. Jo, okay. Ose kur të duash ti se mos mos a thonë që na sjellin në studio që të ha me dhunë apo. Fol çike von sa të ham. Juve ju bëft të mirë, mos ta pysim pak. Ani, doni këndojmë sa të ani vë këndojmë se mos e keni problem, se kam problemun, ha. Ose pyetem. Jo, doja të pyesja, kush do pranoje kur të këndoje? Ç'a eventin, ç'a Jo, s'kam komplekse të këtilla nuk kam. Domethënë, në qoftë se e kuptova pyetjen mirë, vazhdo ati të bëft mirë. Ç'ke di derisa ta është 2-3 flasur. Puna është këtu që ne kishim në qoftë se kuptova pyetjen, ke fjalën për ambient si ambient apo ambient, organizim, çfarë do? Okej, atë. Shko të shpjegoj diçka. Ne jemi në Shqipëri, çdo soi shqiptar ka një planet. Në fund flasim për dasmat. Në çdo soi, dhe ai ta prish dasmën. Kupton dhe pra dasmat i kam hequr. Jo se kam shkuar asnjëherë, se un kam punuar jashtë. Pa paguajnë mirë? Po patjetër. Dhe më e keqja është kjo se ti të vjen dikush të dëgjon lokal, un kam punuar në pothuajse në klubet, jo pothuajse, po në klubet më të mëdha të Tiranës, nuk po i përmend për arsye reklame, marketingu dhe tani vjen tjetri të dëgjon aty duke bërë një performancë, si të shmetet ato, do të marrë dasmë, do të marrë, po mirë thua ti shko atje. Ndërkohë ti po
sugjerojmë që unë për shembull po presupozojmë që unë po këndoj disa serenate. Ato do vish, thotë, ndërkohë ty të del dasma në Tropoj. Edhe pasi kapira i thotë, ma këndoj çik vallën e Tropoj, fëtan më. Po më kupton, edhe tash imagjino kur thaj, hajde ta kërcej më vallën e Tropoj, kësa. Hajde, si tha, e ma mund atë Enin Elkun tha, ma bëj çunat e Shikakut. Me kitarë. Më kupton tash, domethënë, dhe unë i shmange, po thuaj se në total, çfarë janë këto ambientet si dasma, synet liqe, pagëzime, ku diun fejesa. Sepse dihet që në çdo soj shqiptar, në çdo do dal një fjalë që do ta prish në fund. Apo kjo rëndom të ndodh edhe për shkakun që ti edhe disa mijëra euro, miliona lekë, domethënë, dhe në fund të nesër më se mishe si e gjam. Imagjino kur thon për këto, pastaj për këngëtarin. Nuk para vete. Do thuash një nga arsyet që kam hapur dhe studion time, pastaj është kjo. E njëjta gjë edhe me studion. Fillova të punoja për shqiptarët dhe kam katë ndisur, po për qef të qefit, punoj për jashtë dhe shqyqyr zotit. Është më thjesht, është më mirë. Merresh vesh me tuajin.